komunikim të drejt për të bërë një analizë shumë të shpejt dhe koncize të asaj çfarë dim deri tani. Përshëndetje Bledi. Mirë se gjeta. Çfarë të reje ose çfarë elementësh ndryshe po na sjellin në fakt të përgjime që vijojnë të publikohen nga CNA? Pa ditë diskutim që panorama e parë është ajo një mafiozi që ka qenë kryetari i Bashkisë Tiranës, ka qenë, po themi sepse vazhdon akoma të jetë, por që aktualisht është aty ku e meriton, në burg, i cili, si me thënë, ka shpalosur të gjithë mekanizmin e tij mafioz të kontrollit dhe raportit që ka ai me disa media të caktuara, për të cilat do të thënë në një farë mënyrë për ne nuk është ndonjë habi e madhe, por kjo tregon realisht se si media në Shqipëri, në shumicën dërmuese të saj, hiqë syrin dhe emocionin po duash me që veti kishte përmendur i pandeu. Gjithë të tjerët ndjes janë media normale, gazetar normal që bëjnë pyetje normale. E kupton. Pra, sot realisht kemi shpërfaqjen dhe po themi palaçorimin e këtyre mediave, por edhe të këtij njeriu, i cili realisht duke përdorur milionat që gjeneronte nga korrupsioni i tij në Bashkinë e Tiranës dhe jo vetëm, ka paruar mediat. Ky njeri që për 3 mandate kryebashkiak nuk bëri kurrë një konferencë për mediat, nuk pranoi kurrë një pyetje nga gazetarët, nuk u përgjigj kurrë interesit të ndonjë media për çështje që kishin të bënin me punën e tij të përditshme, është pikërisht pra aty praktikisht i tashmë edhe i braktisur nga këto media, pak nga pak edhe informacionet që na vinë është që këta po e braktisin, sepse realisht raporti që ky ka ndërtuar me këto media nuk ka qenë raporti që normal i një shtetari apo një drejtues institucioni me mediat, por ka qenë i një pronari faktik i cili i mbante dhe i mëkonte me para dorë pas dore. Sigurisht që emrat aty janë emrat të njohur, Mero Baze, Carlo Bolino, Mira Gazhani, të gjithë njerëz si më thënë, që praktikisht janë njerëz të Terion-Veliet që i kanë shërbyer atij, dhe që tashmë si më thënë po mundohen të bëjnë dhe shërbimin e fundit. Pra, deri në këtë pikë ajo që shohim është një raport okult i cili është telendar, është telendisës, por nuk e di se sa futet në kuadrin, po them, nëse mund ta quajmë kështu të kundërvajtjes penale. Po, ja, ndalemi edhe pak dhe të një element, se ne mund të analizojmë vetëm atë që po publikohet deri në këto momente, po le të themi që për një pjesë të këtyre detajeve është folur,